Përshëndetje të gjithëve, duke qenë se gjeta pa kohë, vazhdojmë me pyetjen e radhës në mesazhet e mia. Fola pak, do t'ju bëj një pyetje dhe I kam thënë më shkruaj. Dhe tani është pyetja. Ju falenderoj shumë për përgjigjen. Kam nënën në gjendje të keqe, vuan nga zemra. Diagnostikohet me kardiomiopati hipertrofike obstruktive. Shpesh I krijohet gjendje shumë e keqe. E ndjek një doktoresh, ndodhet në Tiranë dhe I ka dhënë ilaçe. Mirpo tani I thot s'kam çfarë bëj më. Konsumon ilaçe për stomak plus hollues gjaku dhe mbrojtës për zemrën. Unë ndodhem në Hamburg, janë me letra me vizë. Nuk di çfarë të bëj, pasi dhe nëna ime është shumë e re, 44 vjeçë. U zgjata pak e di, ndaj ju shkruajta ju se kisha vërtet nevojë të komunikoj. Atëherë nëna gjithmonë mendon në punën time si kardiolog kemi të bëjmë më shpesh me moshat e vjetra. Në mosha 44 vjeçe për punën tonë është një paciente shumë e re. Pra është një grua 44 vjeçe që ka të diagnostikuar me çfarë po më thot familjari. Këtu një kardiomiopati hipertrofike obstruktive. Kardiomiopatia hipertrofike obstruktive është një sëmundje ku muskulli I zemrës trashet aq shumë, sidomos pjesa septale e muskullit të zemrës, pra bën një trashje shumë të madhe, do të thënë mund të shkojë deri në 2 cm. Imagjinoni te meshkujt normalja është 1 cm, pra 1 cm më shumë për muskulin e zemrës është shumë, se s'është biceps. Atëherë, ky trashet kaq shumë që në 60% të rasteve është shkaku gjenetik, saqë shkakton probleme për veten e vet, por edhe për trupin, sepse direkt afër zemrës, afër pjesës së septumit, është ajo që quhet valvula e aortës dhe për shkak të ndryshimeve që ndodhin, shkaktohet një okluzion aty, një mbyllje. Dhe ky ventrikull trashet aq shumë saqë I zë vendin vetes, si më thënë, në atë vrimën ku duhet ta hedhë gjakun në qarkullim. Shkaqet janë në rreth 60% gjenetike. Pra, do të thotë, nëse diagnostikohet një pacient në familje, duhet që të tërë familjarët e gradës së parë, do të thënë fëmijët absolutisht, motra, vëllezër, të kontrollohen gjithashtu me një ekokardiografi të zemrës. Kjo është kryesorja, njëherë të ashtu dhe këta. E dyta vim te pacientja. Kjo sëmundje shkakton në varësi dhe të stadit të saj, sa e rëndë është, shkakton të pacientët rënje të forcës të fuqisë fizike. Pra këta pacient nuk arrin më të kryejnë aktivitetin e përditshëm, nuk arrin më të ngjisin shkallët, nuk arrin më të sforcohen. Në rastet më të rënda, fillojnë dhe dhimbjet në gjoks, shtrëngimet në gjoks, sepse ky muskull më I trashur do më shumë gjak që të furnizohet. Në rastet akoma më të rënda, pacienti mund të humbasë dhe dijen. Dhe në rastet akoma dhe më të rënda, mund të shkaktohen dhe çrregullime të rënda të ritmit të zemrës. Prandaj, kjo është një sëmundje që duhet marrë shumë seriozisht. Si vendoset diagnoza? Diagnoza, ato e para, do të thënë fillon që me ekokardiografi. Me ekokardiografinë e zemrës, matët septum, matët presionin, atë që quhet LVOT-ja, dhe vendoset diagnoza. Si bëhet trajtimi? Për të kompletuar diagnozën, sigurisht është edhe MRT, rezonanca magnetike e zemrës, kateterizimi I zemrës për të matur presionet, gjithashtu për të përjashtuar një sëmundje koronare të zemrës që mund të jetë gjithashtu e pranishme.
si bëhet trajtimi tani, sepse pyetja më e rëndësishme është për ty për trajtimin. Trajtimi gjithashtu varet nga grada e sëmundjes. Por nëse pacienti ka probleme, ka vështirësi, ka mbajtje fryme, tregon që grada është minimumi e mesme. Dhe trajtimi është si fillim medikamentoz. Medikamentet nuk e çojnë më në vend muskulin e zemrës. Kur është 2 cm, nuk bëhet më ai rimodelimi. Medikamentet si beta bllokuesit në farë mënyre e qetësojnë pak punën e zemrës. Ato zgjasin diastolet, e ulin frekuencën e zemrës, përmirësojnë atë mbushjen me gjak të zemrës. Dhe këto janë terapia e parë. Linja e dytë e terapisë janë që kanë dalë tani, nuk kanë shumë kohë dhe janë të lejushëm vetëm për kardiomiopatinë hipertrofike obstruktive, janë ata që quhen antagonistët e miozinës. Antagonistët e miozinës janë medikamente të reja, por me eksperiencë shumë të mirë, të cilët arrin ta hollojnë atë muskulin e zemrës sërish, dhe ky hollim e ul atë bllokimin që ka zemra në vetvete. Dhe këto trajtime në një farë mënyre po e heqin fare atë trajtimi që ka qenë më përpara, që ka qenë me kirurgji të zemrës, ajo që e ashtu quajtura TACH në gjermanisht, ku një pjesë e muskulit të zemrës pra hiqej, ose alternativ ishte mënyra intervencionuese me një farë djegje, si me thënë, të asaj pjesës së muskulit që të shkaktoj një hollim. Pra i dashur, mamaja juaj ka një problem serioz kardiak. Ka një problem serioz kardiak që për momentin, për fat të mirë, ka një trajtim shumë të mirë. Rastet e rënda duhet që të implantohet edhe një defibrilator, sepse këta pacientë mund të bëjnë shregullime të rënda të ritmit të zemrës. Ajo që do të sugjeroja unë është që ta marrësh nënën këtej në Gjermani, të konfirmohet edhe një herë diagnoza me 100% dhe të fillohen këto trajtimet moderne me medikamente. Shpresoj të të kam dhënë një përgjigje.